Nderuar miq, do të flasim për kontratën e lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çështjen do ta trajtojmë me avokatin e njohur Dajet Beqiri. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjej dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, duket se po i bien qaf kot shumica Partisë Demokratike për këtë kontratë, sepse janë shqiptar që janë dashamirës në Shtetet e Bashkuara që po lobojnë për këtë parti. Çfarë të keqe ka në këtë mes? Është një kontratë kriminale, është e inkriminuar në disa aspekte dhe nëpërmjet kësaj kontrate faktikisht janë konsumuar disa vepra penale. Në radhë parë kemi dyshime të arsyeshme për pastrim të parave të pista, të cilat nuk u dihet burimi. Kemi të bëjmë me një kamuflim, me një mbulim të një korrupsionit të lartë shtetëror, edhe nga ana tjetër kemi të bëjmë me një krim të rënd zgjedhor. Pse them një gjë të tillë? Kontrata është bërë nga ana e Partisë Demokratike dhe është nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm i saj, Flamur Noka. Por është bërë në emër të koalicionit të 25 partive politike. Shkelja e parë këtu dhe rënd është që disa nga këto partitë politike ose thuajse të gjitha po dalin dhe po thonë që s'kemi asnjë lloj dienie për këtë kontratë dhe duhet viheshim dieni në radhë parë. E dyta është një kontratë e cila ka si protagonist, domethënë është Partia Demokratike ajo që po çon lekët në Amerikë. Nuk po i çojnë ata, domethënë shqiptar që mendohet se po ndihmojnë Partinë Demokratike. Pra lekët kanë vajtur nga Shqipëria në Amerikë. Po parat kanë vajtur nga Shqipëria në Amerikë. Po nëpërmjet transfertave apo nëpërmjet rrugë të tjera, si mendoni që kanë shkuar këto para, nëse janë të zeza? Po nuk këtë do ta zbuloj spak. Gjithsesi se e kanë filluar hetimin tashmë. Sepse ju thoni që është një kontratë kriminale. Nëse është kontratë kriminale, si vajtën këto lekë? Pikërisht. Pra, këtu tani po të marrim edhe mënyrën se si u krijua ky fond i jashtëquajtur i fondacion, brenda sa kohë u krijua dhe kush e përfaqëson faktikisht, kush janë ata që janë brenda këtij fondacioni. Pikërisht këtu nis ajo dyshimi i arsyeshëm që kemi të bëjmë me korrupsion dhe me pastrim të parave që rrjedhin nga një krim. Në çfarë aspekt? Në aspektin që janë 3 pjesëtar të një familje. Dhe këta 3 pjesëtar të kësaj familje janë të lidhur ngushtë me familjen Berisha. Madje djali i kësaj familje ka hapur dhe një fondacion, domethënë aneks të fondacionit të fëmijët shqiptar të Liri Berishës. Edhe këta persona, 3 persona, babai i cilëve është elektricist, edhe jemi të bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë se ai është dhe një krim federal faktikisht, se janë pleksur disa punonjës pranë administratës së presidentit Trump, edhe atje kjo është dhe një hetim që do të bëhet një hetim nga FBI-s në Amerikë, por këta persona nuk ishin ai gjenin 5 milion, domethënë 6 milion dollar për të bërë këta, domethënë një lobim të tillë, domethënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që parat kanë vajtur herët në Amerikë edhe kanë vajtur për të pastruar. Këto para konkretisht kanë vajtur nga fondacioni i Liri Berishës. Dihet se ajo historia e këtij fondacionit Liri Berishës është një fondacion në fakt korruptiv, sepse gjobdhenës pasi janë të deklaruara dhe këto SPAK tashmë ka krijuar dhe dosje për këtë dhe po bën verifikimin e pasurive të këtij fondacioni dhe historinë e tij komplet, sepse rezultojnë të provuara 91 raste biznesmenësh, duke filluar nga Begeti, tek Taçi, tek Bashkimulaj e të tjerë, të cilët janë gjobitur nga ana e Liri Berishës dhe u është marrë çdo njerit prej tyre
një shumë e jashtëzakonshme, qjoja për fëmijët shqiptar, po faktikisht ato janë bërë asete për familjen e Berishës dhe një pjesë e tyre tashme me rastin e kompleksit Partizani janë verifikuar dhe kanë dalë nga ana i ka zbuluar SPAK, sikur se janë disa vila që edhe shqiptarët i din tashme në Hungari, në Holandë, në Zvicër, në Belgjik, në Itali, në Greqi e të tjera. Pra janë asete që tashme ato janë të ditura edhe dihet se si janë vënë ato, domethënë edhe si janë blerë e tjera. Por nga ana tjetër, kur themi është një kontratë kriminale, sepse si do që tjetë problemi, ne kemi një ligj këtu se si financohen partitë politike në Shqipëri. Dhe ky ligj, kur dikush, qofshin edhe ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duan të bëjnë një kontratë, qoftë edhe lobdimi, apo të marrin një dhuratë nga një forcë politike në Shqipëri e të tjera. Ato në radhë të parë studiojnë ligjin e vendit tonë me qëllim që mos të bëjnë shkelje atje, se bie fjala, ata kanë pranuar $6 milion, kanë pranuar për lobimin. Mirë po, një parti politike në Shqipëri, financimin e ka patur 400, një ndërprerje vogël. Pra, nuk arrin ta mbuloj dot me shumën që ka dhënë shteti nëpërmjet këtij. $450.000 ka dhënë shteti kësaj partie. E dyta, që ti me shqiptarët që mund të kesh, janë simpatizantë të tut edhe duan të ndihmojnë ty si forcë politike. Ligji për partitë politike ka që nuk mund të japin ata më shumë se $10.000. Pra, njeri prej tyre nuk mund të japim shumë se $10.000. Por në total të gjitha këto nuk mund të jenë më shumë se 10% të fondit që t'jep shteti. Në rast se shteti ty t'jep $450.000 dhe ka që ka fondin Partia Demokratike, atëre ti maksimalja mund të marrësh ndihma deri në $45.000, po nuk mund të marrësh dot kurrë më shumë. Pse është bërë një gjë e tillë? Sepse ka të bëjë me sigurinë kombëtare, ndryshe në rast se ne na i financojnë partitë politike të huajit, na i blen biznesi, na i blejnë oligarkët e tjera me radhë. Atëre merr fund siguria kombëtare në këtë vend. Kemi të bëjmë pasaj me një vend që kur duash na i pushtojnë edhe japin drejtimin, qoftë drejtim rus, qoftë drejtim serb, qoftë drejtim grek e tjera, dhe humbasim edhe integritetin por edhe autoritetin e shtetit, por na bie dhe shteti rrëzohet. Prandaj janë këto ligje. Kështu që edhe në këtë aspekt është një kontratë kriminale. Por nga ana tjetër, kemi të bëjmë me një çështje që është personale, familjare. Pra, në rast se ti po lufton të heqësh non gratën Sali Berishës, kjo kontratë duhet të ishte midis Sali Berishës apo pjesëtarëve të familjes tij me ata lobistët atje. Po jo partia. Nuk është shpallur non grata partia. Përmjedhoj, nuk ka asnjë lloj, domethënë, nuk ka kusur partia të mbuloj non gratën tënde. Në ana tjetër pasaj, këtu ka dhe një serë problemesh tjera, që ajo që thatë me të drejtë juve që pyetët qysh në fillim që si vajtën këto para, atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si vajtën, si mbritën, me çfarë rrugë e tjera, plus pasaj që ka dhe probleme të tjera me ata punonjës që janë përfshirë dhe që janë në një farë mënyre, janë pavarësisht di apo nuk di, dhe ne jemi të bindur 100% që këtu kërkohet edhe të njolloset figura e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ata, disa prej tyre, janë njerëz të afërt të tij. Bie fjala vajza e shefit kabinetit të tij që i ka udhëhequr fushatën elektorale të Trumpit, dhe ajo është pjesë e kontratës, apo edhe e Laçivitës, i cili ka qenë prapë në stafin e tij. Kështu që në kontratë, pra, janë disa emra që duan ta njollosin faktikisht figurën e presidentit Trump. Prandaj dhe unë them që do të jetë edhe një hetim federal, sepse kjo në fund të fundit në sy të shqiptarëve jep të kuptoj këtë gjë, që amerikanët të shpallkan
non grata. Dhe mbasi të shpallin non grata, mbasi të përlyejnë rend, atëherë të lakan me para. Po të kesh para, jepu para të lajnë prap ata, edhe të shojnë prap, domethënë bëj ty të pastër. Avokat, si mbyllet kjo histori? Në fund, mund të hiqet non grata së pari zotit Berisha, apo njëri nga gjithë aktorët që u përmendët duhet shkojnë brenda? Absolutisht, nuk mund të bëhet fjalë për heqjen e non gratës, por problemi është që këto lek që vajtën atje, këto dollar, 6 milion dollar, që në fundit edhe de facto e de jure madje janë pasuri e shqiptarëve, janë dollar të shqiptarëve që janë marrë domethënë me rrugë të kundërligjshme dhe korruptive nga ana e familjes Berisha. Këto po vënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata do t'i gëzojnë, do t'i marrin. Po problemi është që nuk do bëjnë dot asnjë gjë. Nuk mundet kurrë në kurrës të hiqet non grata, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë, qoftë edhe administrata e presidentit Trump nuk janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të hiqet një non gratë që të vihet, atëre minimumi ata do t'i thonë Sali Berishës, zotëri, rregulloj njerë punët e tua aty brenda Shqipërisë, ti pastro veten në radhë parë nga ajo akuzë dhe na të qenurit i pandehur për veprën penale të korrupsionit pasiv për kompleksin Partizani. Pastaj ke dhe 27 procese tjera hetimore në SPAK që kanë filluar procedimi penal, duke filluar nga vjedhja e Floririt Krabës, të vrasjet e Insenjanarit, të Gërdeci, të vrasjet e Tropojës e tjera me radhë. Pra, lau edhe nga këto, merr dhe aty pafajësit, dhe kur ti marrësh gjitha këto pafajësi me vendime gjyqësore të formës prerë, na i bjerën edhe këtu dhe ne pastaj e shikojmë dhe themi, po, ti që nge i pastër, dhe ne tani me që ke paguar dhe 6 milion dollarët, do të lajmë tyja edhe do të bëjmë, do më thënë, nuse me tel të populli. Kështu që në këtë aspekt nuk hiqet kurrën e kurrës edhe non grata që ati i është dhenë. Por këtu në Shqipëri, në fakt, ne nuk kemi respekt për veten tonë, nuk kemi respekt për shtetin, edhe vetë shteti nuk ka respekt për veten e vetë, edhe institucionet e shtetit nuk kanë respekt për veten e vetë, se po të kishin respekt, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me njëherë të kontrat do ta konsideronte kriminale, do ta konsideronte kundërshtim të hapur me ligjin, do t'i thoshte Flamur Nokës do athëriste atje në një mbledhje urgjente të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, edhe do i thosh, mos zotëri, këto para që kanë shkuar, si kanë shkuar atje, kush i ka çuar atje, dhe e dyta, e ke me ligj që nëse ai apo ata qytetar që duan të ndihmojnë tyja, ku duhet i çojnë ato parat? Me ligj ti e ke që do t'i çojnë në një bank në Shqipëri, në një bank dytësore, dhe e cila do deklarohet na ju, do na thohet neve si Komision Qendror të Zgjedhjeve, që sa u sollën, me çka kontrate dhe në cil bank janë. Dhe ne do t'i kontrollojmë, do t'i monitorojmë, do t'i shikojmë ata persona që i sollën, i kanë mundësit, nuk i kanë mundësit, janë parat pistra, janë të pista apo janë të pastra, edhe do vazhdojmë të tej, dhe në këtë drejtim, nëse do ndodhte një gjë e tillë, bie fjala në Gjermani, do të ndodhte në Austri, do të ndodhte, ç'të them unë, po edhe në Valin e Zi, po të ndodhte, një parti e tillë politike skualifikohet me njerë nga zgjedhjet, se ka shkelur rend. Pra ju po thoni që PD-ja të përjashtohet nga zgjedhjet. Po ligjërisht ajo është vetë përjashtuar me këtë krim të rend elektoral që ka bërë. Ka shkelur rend, domethënë ligjin edhe kodin zgjedhor, edhe ligjin mbi partitë politike, por edhe Kushtetutën e Republikës, e cila domethënë i ka sankcionuara burimet e partive politike nga i marrin dhe çrruk, edhe mbi atë bazë dalin dy ligjet kryesore, siç është Kodi zgjedhor edhe ligji mbi partitë politike që duhet respektuar rigorozisht. Avokate, diçka të fundit kam, a ju bën përshtypje fakti që si te rasti me Gonigalit, atje kishim një tropojan tjetër, këtu është një tropojan tjetër që është përmendur në kontratë. Po me sa duket tropojanët janë shumë të aftë për të bërë akte të tilla, sepse njohin çdo gjë, njohin edhe shpellën, por nuk njohin ligjin, nuk njohin
nuk jojnë kushtetutën edhe mendojnë se Gjoksi, ajo më shikoni mirë orë budallërin se unë jam Sali Berisha, edhe ajo i merë më qafë faktikisht dhe harron që vjen një ditë që nuk mund të bësh dot as Muin, as Alilin, dhe nuk bësh dot Kreshniku i Qimoti. Kështu që është guximi i tepruar, por një guxim i tepruar që vjen nga analfabetizmi në aspektin e njohjes së shtetit ligjor edhe e respektimit të ligjit, edhe asaj që jeta jonë është ndërtuar, domethënë mbi bazën e një legjislacioni që duhet me çdo kusht ta respektosh, se para ti jemi të gjithë barabartë dhe para ti të gjithë me kokën kur e shkelin. Nuk e respektojnë gjë të tillë. Avokat, faleminderit shumë për mendimin tuaj për këtë çështje. Faleminderit për jush.